Kaltërsia e detit është e pafundme. Një peizazh magjepsës që nuk ngopër së shikuari. Plazhe të mahnitshme me hotele luksoze përreth, tërheqin miliona turistë çdo vit, ku tjetër post në Shqipëri. Mikpritja është primare, të pasuar nga shërbimi, rehatia e ushqimi. Padyshim që qëllimi është që çdo turist të largohet i kënaqur nga Shqipëria me dëshirën për të kthyer sërish. Vlora është ndër qytetet më të bukura të Shqipërisë, prej Kunis Perla e Jugut për të vazhduar deri në Sarandë e Eksamel. Deti i pafund që bashkohet diku me qiellin e kaltër është panorama më e bukur që do shihni. E përgjatë vijës bregdetare Vlorë Orikum janë super hotelet e Regina Group, ku do të gjeni shërbimet më të vlefshme. Gjithçka nisi 20 vite më parë, kur Vasil Bedinaj, një vlonjat që kishte jetuar në emigrim, vendosi të kthehej në vendlindje e të investonte në turizëm. Biznesmeni Vasil Bedinaj në një rrëfim për dokumentarin Ekspoze të Gazeta Blec, tregon gjithë rrugëtimin në këtë fushë, teksa thotë se turizmi në Shqipëri ka ecur më mirë se ç'është menduar dhe më mirë se në vende tjera. Ai tregon se gjatë kohës në emigrim kishte menduar vazhdimisht të bënte diçka për Vlorën si një vend bregdetar. Tani me një sukses të jashtëzakonshëm, fillimi kishte qenë i vështirë dhe përplot si vita. Derisa në fillim kishte nisur me hapje në një hoteli me përmasa më të vogla se ato që janë sot. Sakrificat për të e familjen thotë se nuk kanë munguar, por është i parimit se nëse i përkushtohesh një pune, do të arrish diçka. Hoteli Regina, që sot është e njohur si Regina Blu, ishte hoteli i parë që ai kishte hapur, natyrisht si përmasa më të vogla. Një hotel modest me 3 yje me vetëm 5 dhoma, për të bërë më pas një nga hotelet më të bukura të Vlorës. Në Vlorë do të gjeni hotelet Regina Garden dhe Regina City, në radhim Regina Blu dhe në Orikum Regina Palma. Gjersa vitet kaluan, biznesi familjar i familjes Bedinaj u zgjerua edhe me 3 hotelet të tjera, kompaninë e taksive e të anijeve. Grupi Regina tani ka në dispozicion 210 dhoma hoteli, 3 salla konferencash, restorante, bar lounge dhe plazhe private, duke shndruar grupin Regina në një markë autentike të qytetit të Vlorës. Qëllimi i këtij biznesi në të cilin është angazhuar e gjithë familja e tij, Bedinaj thotë se ishte që nga fillimi mikpritja, duke ruajtur traditën shqiptare. Hotelet Regina kanë filluar prej vitit 2004, mbas shumë vitesh emigrim, 15 vjetë kemi jetuar jashtë territorit Shqipërisë dhe në një zonë ku ishte zonë bregdetare. Gjatë gjithë kohës që punojsha atje, isha në sektorin e shërbimit dhe gjithmonë gjatë gjithë kohës e kisha mendjen që edhe Vlora është një qytet bregdetar dhe pse mos të shkoj të kthehem në Vlorë dhe të investoj në hoteleri turizëm. Pra, fillimet e kompanisë kanë qenë prej vitit 2004 dhe 2005 është hapur hoteli i parë, si që ju e njihni me emrin Regina Blu, patjetër që ka qenë me përmasa shumë më të vogla, por me shumë punë, me shumë sakrificë në këto pothuajse 20 vite, kemi arritur këtu ku jemi sot, duke u përkushtuar 100%, jo vetëm unë, por familjarisht mund ta quajmë, se unë e quaj një biznes familjar, tërësisht familjar. Jemi familje prej 4 personash dhe pothuajse të gjithë jemi të përfshirë në këtë punë. Aq më tepër dhe aq më shumë edhe vajza që është më e vogla e familjes sot, kur do bëjmë një bisedë tjetër përveç bisedës së punës. Pra e duam këtë punë, të gjithë me radhë, jemi përkushtuar nga mëngjesi deri në darkë dhe kjo ka qenë edhe pikë synimi im prej fillimeve të mia, i krejt familjes se si të zhvillohemi, po jo vetëm si të zhvillohemi në të ngrëm struktura, po si të zhvillohemi duke pasur një shërbim cilësor, duke pasur mikpritjen ashtu siç duhet, duke ruajtur traditën shqiptare, sepse shumë e rëndësi që ushtroni një aktivitet siç është turizmi, të ruhet originaliteti. Pra, pavarësisht se bën strukturën e bukur, komode, me gjitha kushtet dhe standardet, përsëri një turist i huaj, kur na vjen në Shqipëri, vjen në Shqipëri për të parë diçka nga Shqipëria në atë parë, sepse hotele ka gjithandaj ka dhe më të bukura në gjithë vendet e botës, por ata zgjedhin një vend të caktuar për të mësuar çdo gjë nga i vend, dhe unë kam ecur në këtë drejtim. Domethënë që nga muzika mund ta quajmë, që në shumë struktura të tjera mund dëgjohet
të jesh muzikë të përzierë, kurse në strukturat tona gjen vetëm muzikë shqip, nga veriu në jug, si që quaj dhe unë, apo disa tjerë thoni Kosova, Shqipëria, unë them Shqipëria, sepse një mendoj se jemi. Kështu që me shumë mundim, patjetër që ka pasur sfida, patjetër që ka pas sakrifica, po unë jam i parimit nëse ngrihesh në mëngjes dhe vendos të bësh diçka dhe ti përkushtohet asaj gjëje, patjetër që do të dalë diçka në fund ditës. Dhe rregulli 2 ka qenë që duhet të kesh një objektiv. Të përcaktosh piketat se ku duhet shkosh dhe të punosh për ato piketa pa u hapur majtës zgjatas, por fokusi i qartë dhe jo vetëm për vete, po për të gjithë miqt kur jam në biseda, them që nuk ka gjë që nuk bëhet, nuk ka gjë që nuk arrihet në rast se i përkushtohet 100%. Bedinaj tregon se ka pasur sfida të shumta në fillim, por që gjërat po përmirësohen nga viti në vit. Sfidat kanë qenë ajo që kemi pasur gjithë që kur vija në Prishtinë më duheshin 8 orë nga Vlora për të kaluar ato malet e Kukësit, rrugë pafund, pra infrastruktura në tërësi ka qenë e vështirë. Në fillimet tona më kujtohet që punonim edhe pa energji elektrike, 8 orë shkëputje me generator që gjimonin gjithandej, patjetër infrastruktura rrugore, sepse një bashkëdhetar i joni prej Kosovës në Shqipëri duheshin udhëtim pafund, infrastruktura e eksperiencës, sepse siç e dini edhe në veri dhe në jug, ne nuk kemi në një historik, apo nuk kemi në një turizm të lindur herët, por kemi një turizm të lindur, mund të them, bazë viteve 2000. Pra kemi pasur disa bare, restorante këtu dhe atje, tërësisht në funksion tonin, pra jo për turizm, po për veten tonë, siç mund ta quajmë. Dhe kemi qenë tërësisht 100% pa eksperiencë. Por fal emigrimit masiv që kemi pasur në qytetin e Vlorës, ka shumë emigrantë të cilët kanë qenë diku në emigrim dhe sot janë kthyer, ushtrojnë aktivitetin, dikush në bar, dikush në restoran, dikush në hoteleri, po kanë ardhur me një paket me vete, me një valixhe, që si mund ta quajmë, eksperience. E kemi fituar diku dhe jemi përpjekur ta zhvillojmë këtu. Pra kemi pasur pafund vështirësi, eksperienca në burime njerëzore, infrastruktura si ju thash, rregulla dhe ligjet e një shteti që nuk kanë qenë dikur, po i updatojmë vit pas viti sipas kërkesave. Pra dhe turizmi apo ligjet në përgjithësi të turizmit nuk kanë qenë dikur të shkruar ashtu siç duhet, duke përmbushur të gjitha kërkesat e privatit dhe të institucioneve, por dëshira dhe përpjekjet që kanë bërë gjithë secili, individi, strukturat lokale apo dhe strukturat qendrore, kemi arritur ku kemi një pasqyrë të qartë ose si mund të funksionojë ky biznes dhe patjetër që përmirësime ka, patjetër që nevojë për të përmirësuar pra kemi akoma. Por mendoj duke kthyer kokën mbrapa, që u them dhe shumë miqve të mi që nuk duhet i marrim gjitha gjërat çdo herë bardhëzi, por duhet mendojmë se nga kemi ardhur dhe ku jemi, dhe unë mendoj jo vetëm unë, por shumë njerëz që bashkë vizetoj dhe me të huaj që kanë qenë në Shqipëri para 10 vjetësh, para 5, para 3, dhe shohin një ndryshim që nuk ka ndodhur në asnjë vend të Evropës. Aq më tepër që mbas viteve 2000 Evropa apo në tërësi gjithandej është stopuar zhvillimi, kanë qenë ku kanë qenë dhe atje kanë ngelur, kurse në Shqipëri dhe në Kosovë gjërat po përmirësohen nga viti në vit dhe jemi këtu ku jemi sot, që presim me miliona turistë dhe ata nuk vinë pa pasur një koncept që këtu kalohet mirë, këtu ka mikpritje, është vend i bukur, vend i mrekullueshëm, dhe jemi këtu ku jemi sot me një numër 2 shifror për sa i përket miliona turistë që na vizitojnë në vit. Sipas pronarit të Regina Group, në Shqipëri është bërë mjaftueshëm sa i përket turizmit, madje më shumë se dikush mund të mendojë, sidomos krahasuar me vende si Greqia apo Bullgaria, që thotë se qëndrojnë njësoj prej 30 vitesh. Ja, unë mendoj se është bërë mjaftueshëm, jam i parimit që shkallët duhet ngjiten një nga një, dhe sepse mund të ndërtosh një qytet, por nuk të hynë në punë kur nuk ke eksperiencën ta zhvillosh, ta mbash atë që zhvillon. Mund të ndërtosh një hotel, por nuk të çon as kërkund kur nuk je burimet njerëzore apo
stafin që punon atë subjekt të ketë eksperiencën e duhur. Pra unë mendoj se kemi ecur mirë, kemi ecur shumë mirë, jo mirë, kemi ecur shumë mirë, duke i krahasuar apo duke i mbajtur të gjitha gjërat paralel me njëra tjetrën. Pra nuk mund të themi që të zhvillohet një qytet turistik, pa zhvilluar dhe 2-3 gjëra të tjera që të jenë paralel. Pra turizmi në përsi është një zinxhir i gjatë që çdo hall ka të funksionin e vet dhe patjetër që janë të lidhura të gjitha me njëra tjetrën. Pra mendimi im është që industria e turizmit në territorin tonë është zhvilluar mjaftueshëm dhe mirë, më mirë se sa mund ta mendoj dikush që nuk jeton këtu, por ne jemi gjithmonë kërkues të duam që gjërat të bëhen sa më shpejt e sa më mirë dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Ndaj dhe unë personalisht kam qenë gjithmonë kritik me institucionet drejtuese të këtij vendit dhe jo në kuptimin e fjalës opozit apo kritik, por gjithmonë kritik për të përmirësuar gjërat, sepse unë jam i parimit që gjithë secili ka nevojë të përmirësohet, të marrë një këshill apo të marrë një opinion apo të marrë sa më shumë këshilla dhe pastaj seleksionon vetë dhe merr ato që i duhen. Pra presioni i sektorit turizm, sektorit privat kundrejt sektorit të pushtetit lokal apo pushtetit qendror, siç mund ta quajmë, ka qenë gjithmonë në maksimum. Dhe jo sepse nuk janë gjëra të mirë, por për të marrë më të mirën e mundshme dhe në kohë sa më të shpejtë. Pa e thënë edhe një me pak fjalë, kemi ecur më mirë se sa duhet, më mirë nga çdo vend tjetër, sepse ne u thojmë shpesh për arsyet e punës, shkojmë në Itali, është e njëjta që kemi parë para 20 vitesh, shkojmë në Greqi, të njëjtat ishuj, të njëjtat shëtitore, i njëjti shërbim prej 30 vitesh nuk ka ndryshuar kur gjë, kurse Shqipëria nga viti në vit po ndryshon në mënyrë më të shpejtë. Hotelet Regina ofrojnë të gjithë shërbimin e nevojshëm për një pushim të paharrueshëm, por nga lidh emri Regina. Vasil Vedinaj na tregon origjinën e emrit që lidhet me prejardhjen e tij. Kuptimi Regina, po ma bëjnë shumë njerëz pyetjen, por ne gjithmonë e thash që duhet të ruajmë originalitetin dhe prejardhjen tonë. Shumë shkurt, familja ime ka origjinën nga një zonë e jugut Shqipërisë që quhet Nivic apo Regina, është edhe zona në tërësi, dhe kur isha në emigrim, në biznesin tim të parë, kisha prindrit e mi, e kisha lexuar këtë emër diku, po nuk e disha që prejardhja ime ishte nga ajo dhe më thotë i madh që është emër shumë i bukur Regina, se ne jemi me prejardhje nga Regina e Tepelenës, shumë shqiptarë njohin ku është, dhe aty u lidh pastaj prejardhja dhe vazhdimi i biznesit. Jemi përpjekur, siç thash që Regina Blu ka qenë hoteli i parë apo struktura e parë, por pa e vënë re, thjesht kam pasur në fokus që t'i përkushtohem kësaj pune gjatë gjithë kohës si familje dhe vet. Dhe siç i themi në gjuhën popullore, gur bëhet mur bëhen kalat. Kështu që pa e vënë re dhe vet, thjesht jam fokusuar biznesit, jam fokusuar korrektsisë, sinqeritetit, dashamirësisë dhe gjërat kanë ecur vet dhe patjetër ecin vet kur punon në mënyrë të rregull dhe ashtu siç duhet. Pronari një biznesi që udhëheq 270 punëtor, por Bedina i thot se edhe vetë është një punëtor që thjesht në mëngjes zgjohet dhe shkon në punë, teksa do që punëtorët ta shohin si bashkëpunëtor dhe jo si pronar. Ai po ashtu ka folur dhe për planet e tij për të zgjeruar ende me hotele të reja. Ne punojmë çdo ditë, po planet tona janë që do të zgjerohemi, akoma më tepër në 2-3 vitet e ardhshëm. Mendoj se jo vetëm unë, po edhe familja dhe fëmijët e mi, djali dhe vajza, janë 100% të lidhur me këtë biznes dhe unë një them mund të shkoj haj sa munden, pastaj kapen ju dhe çojeni sa të mundeni. Pra jemi, kryesorja është ajo që i them vetes është që ngrihemi në mëngjes dhe shkojmë në punë, i bëjmë gjërat ashtu siç duhet të bërë dhe patjetër nga puna e mirë dhe përkushtimi i mirë diçka do të ngelet dhe do të dalë dhe patjetër do të çojë edhe në zhvillimin e biznesit akoma më shumë. Unë jam pavarësisht se mund të quhem një nga bizneset më të mëdha sot në rajonin e jugut Shqipërisë, prap jam thjesht një punëtor i thjesht që ngrihem në mëngjes dhe shkoj në punë, pa bërë dallimin midis meje dhe menaxherëve të strukturave, apo qoftë edhe punonjësve të tjerë. Shumë njerëz më thonë Vaso, kur do ndalosh, kur do pushosh, e them
kur të ndaloj, kur të vijë ajo orë, do të ndaloj. Po për momentin nuk dua ta trajtoj veten si një pronari, një subjekti, një kompanie të madhe që ka diku te 270 punonjës, por dua të më shohin gjithë si bashkëpunëtor, qoftë nga sektori i prodhimit të anijeve që ne prodhojmë, te sektori pasqyrëve që prodhojmë, te sektori taksive që udhtojmë dhe të gjitha kështu me radhë. Kështu që kështu jam, nuk pretendoj që ta ndryshoj stilin e jetës time, por bashkë me të gjithë punonjësit, duke qenë njësoj si ta, thjesht ata kanë mendimet e tyre për të zhvilluar diçka, unë kam mendimet e mia, i bëjmë të gjitha bashkë dhe nxjerrim më të mirat në fund. Nuk do që asnjë mysafir të largohet nga hoteli i pakënaqur. Kjo thot se e lë pa gjumë, ndërsa zemra i bëhet mal ku në hotelet e tij shkojnë kosovarë. Për çka thot se nga gëzimi dëshiron ta ngre muzikën lart dhe të këndoj bashkë me ta këngët patriotike. E para te mysafirët nuk e di, jam vetë tip i tillë, por kam disa miq të veriut të Shqipërisë, andaj dhe kur i shikoj strukturat që jemi diku te mund të akomodojmë për një natë diku te 1400 persona, dhe kur shikoj që më vijnë grupe të Kosovës bëhet zemra male. Dua të ndes atë muzikën lart, duke kënduar atë me këngët tona apo muzikën tonë që ne kemi patriotike. Por ajo që më interesoi, që më lë pa gjumë dhe më lë pa gjumë, është kur një klient më ikën i pakënaqur. Unë harxoj shumë kohë duke lexuar review-t apo përshtypjet e klientëve që mi lënë diku në portalet të ndryshme, dhe është si flamur i kuq. Në rast se lexoj diçka, në gjithë grupin e përbashkët që kemi me drejtues të kompanisë, merremi urgjentisht me atë që pse ai klient më ka i pakënaqur, dhe bëjmë të pamundurën që kushdo që vjen në strukturat tona ta ndjej veten si mik, si shok. Dhe jo vetëm si një klient që ti thuash mirëmëngjes, një mirëmbrëma, por ta ndjej veten komod që ka ardhur për pushime dhe është si në një vend që e njeh prej kohësh. E kosovarët padyshim që prinë për nga numri i turistëve në Shqipëri. Vasil Vedina i kujton vitin pas pandemisë, që thot se ka qenë viti më i bukur në këto 20 vite, ku ai thot se të gjithë turistët kanë qenë shqiptarë. Padyshim që janë të parët, aq më tepër që unë dhe disa partnerë të mitë që i kam në Prishtinë, në Kosovë, agjenci turistike, kryetar sindikatash, mbas pandemisë kemi bërë një punë të jashtëzakonshme për ta mbajtur këtë sektor të gjallë. Në kohën e pandemisë e njohim të gjithë, për sektorin e turizmit në gjithë jugun e Shqipërisë tonë të madhe, kanë qenë bashkëdhetarët tanë të diasporës, të Kosovës, të Maqedonisë, që na mbajtën në këmbë, sepse u mbyllën gjithandej, dhe ishte edhe slogani jon i përshtatur nga disa partnerët tanë dhe ish ministri i turizmit atë kohë, zoti Blendi Klosi, pushon Shqip, nuk ishte më bukur se, dhe ai ka qenë viti më i bukur i këtyre 20 viteve, ku 99.9% e hoteleve të kompanisë tonë flitet vetëm shqip. Nuk e kishim siç e kemi sot, që 78% e klientëve janë nga vende të ndryshme të Europës, po 2 vitet mbas pandemisë kanë qenë vërtet pusho shqip, se ishim të gjithë si një lagje e madhe, si një qytet i madh, si një katund i madh, dhe të gjithë shqiptar. Por tani turistët janë nga e gjithë Evropa, me befasi nga Spanja e Franca në 2-3 vitet e fundit. Sot, apo në 2-3 vitet e fundit, të shosh gjithë Europën. Kemi turistë nga gjithë shtetet e Europës. Në 2 vitet e fundit kemi pasur Spanjën dhe Francën surprizë për ne, në numrat që ata sjellin. Pra mund të them që nuk është Europa lindore që kanë qenë dikur, Çeki, Poloni dhe pjesa lindore e Europës, por në 2-3 vitet e fundit është shtrirë, dhe pothuajse kemi nga gjithë Europa në gjitha strukturat akomoduese në Vlorë deri në Sarandë. Vitin e kaluar, Kosova mori liberalizimin e vizave, çka u vërejt edhe në numrin e turistëve në Shqipëri. Për Vedinajn kjo ishte e pritur, derisa këtë e quan si vit për kuriozitet, teksa thot se kosovarët janë kthyer përsëri në vendet bregdetare në Shqipëri, ku s'ka më mirë. Patjetër, e ndjem pak vitin e kaluar, po unë isha komplet i vetëdijshëm që do të ishte një vit
që ata do të gjithë si që kemi provuar kur kemi marrë dhe ne liberalizimin e vizave, por ishte thjesht një vit për kuriozitet, por nuk mund t'i krahasosh çmimet që ofrohen në territorin e Shqipërisë, mikpritja, shërbimi e gjithë me radhë, me një hotel diku në Greqi apo diku në Bullgari. Nuk mund të krahasosh. Po të krahasosh të njëjtin biznes në Greqi me të njëjtin hotel të kategorizuar në Greqi me të njëjtin në Shqipëri. Janë si çmimet pothuajse janë gjysmë për gjysmë, por gjithsesi ishte vetëm një vit, ai që ishte viti i kaluar, dhe përsëri jemi kthyer në vendlindjen tonë, siç mund ta quajmë. Çdo fundjavë kemi grupet nga Kosova në Vlorë, në Velipoj, në Shëngjin, në Golem, deri në Sarand, potërisht në pikat kufitare të Morinës për 2-3 orë e para të mëngjesit të ditës së premte i shef autobusët me radhë të kompanive të ndryshme që udhtojnë drejt Shqipërisë. Është gjë shumë pozitive. Unë personalisht jam shumë optimist që po ecim ashtu siç duhet. Personalisht ndihem komod me atë që kemi arritur të gjithë së bashku sot. Në qytete si Vlora që para 10 vjetësh kam pasur nuk ishte as ndriçime në rrugë, kurse sot ka aeroporte, ka porte, ka rrugë që të sjellin në Prishtinë për 4 orë e gjysmë, kështu që jemi shumë mirë. Këtë vit presin sezon më të mirë se ai vitit të kaluar. Pronari Regina Group shpreson për deri në 15% më shumë turist këtë vit. Do të jemi më mirë se vitin e kaluar. Kemi shtrirje hapjet sezonit, pra nuk kemi më sezon korri gusht, por sezoni ka filluar në kapacitetin 50% që në muajin prill, maj është më tepër, kështu që kemi një pritshmëri diku te 10 deri në 15% më lartë në numër turistësh se viti i kaluar. Pra do të jetë një sezon i mbar për sa i përket numrit, dhe numri turistëve nuk vjen sepse ne kemi mrekullinë këtu, por vjen sepse çmimet akoma janë shumë konkurruese po t'i krahasosh me rajonin, dhe patjetër që të gjithë turistët e huaj kanë kuriozitetin të njohin Shqipërinë, jo vetëm restorantin apo hotelin, po shëtisin apo lëvizin gjatë gjithë ditëve në pika të ndryshme turistike apo monumente kulture që ne ofrojmë nga veriu në jug. Ku tjetër duhet të shkojnë kosovarët për pushime përpos në përgdhetjen e mahnitshëm shqiptar? Atje do të gjejnë hotelet Regina, pronari të cilat garanton se do të kalojnë pushime të paharrueshme prej ku do të largohen si miq, jo si mysafir. Ku duhet të shkojnë tjetër? Jo vetëm te hotelet e Reginës, që unë i kam me mira klient në database-in e hoteleve të mia, por i garantoj sinqerisht që ndihen mirë të gjithë. 90% e atyre që vizitojnë Vlorën apo hotelet Regina kanë ardhur si mysafir dhe kanë ikur si shok apo kanë ikur si mik. E përpiqemi të afrohemi me njëri tjetrin, jo vetëm për të dhënë atë shërbimin 3 ditë apo 5 ditë ai sa zgjedhin ata, por për të pasur edhe kontakte, për të shkëmbyer dhe eksperienca. Unë gjatë gjithë kohës në mbrëmjet që jam pak më i lirë, ulem me miq dhe me shok që vinë prej Kosovës apo diaspora në përgjithësi, që ndërrojmë ato eksperiencat me njëri tjetrin për të përmirësuar jetën tonë, se siç e tham nga fillimi i bisedës, erdhëm nga diku ku s'kishte asgjë dhe jemi këtu ku kemi diçka. A i ka kërkesë për të gjithë bashkëdhetarët që të pronotojnë më herët për pushime dhe jo ta lënë në minutën e fundit, pasi më herët do të gjejnë oferta më të lira. Do jetë më mirë se vitin e kaluar, sepse eksperienca bën që të gjitha gjërat përmirësohen paralel, struktura të reja që po ndërtohen, por më së tepërmi kjo peizazh i mrekullueshëm që ka Vlora deri në Sarand, dhe çmimet dhe oferta turistike që ne nxjerrim gjatë gjithë kohës. Ajo që mund t'ju them të gjithë bashkëdhetarëve të mi, kudo që janë, është që në momentet që presin të rezervojnë në minutën e fundit, ju duket pak shtrejt. Duhet të mësojmë me turizmin që kur kemi pushime për të bërë, më mirë me i pronotu 3 muaj para, 4 muaj para, sepse marrim super oferta. Në rast se presim me zgjidh 3 ditë para se me unis, patjetër që do të gjesh çmime më të shtrenjta se sa duhet, por atë diskutoj gjatë gjithë kohës me partnerët tanë të Kosovës, që duhet t'ju themi klientëve tanë që nëse ke bërë, siç bën çdo vit,
program për të kryer pushimet e tua në Shqipëri, pronon to shumë herë sepse përfiton ulje mbas ulje dhe vin me një paket shumë të ulët kur mbrin dita që u thon për pushime. Por gjithsesi ne punojmë çdo ditë, komunikojmë çdo ditë me gjithë partnerët tanë kudo që janë, bëjmë vlerësim të tregut kudo në rajon dhe besoj që edhe ky vit do të jetë i mirë, Shqipëria nga Shqipëria bregdetare, do të jetë mbushur me gjithë bashkëkandidatarët tanë nga gjithë Europa ku janë në diasporë dhe patjetër dhe nga veriu i Shqipërisë. E krejt në fund, Vasil Vedina i bën thirrje për mirëkuptim për gabimet e vogla që mund të kenë, të cilat thotë se duhet vënë dukje në mënyrë që të përmirësohen. Jo thirrje, po kërkesë më shumti apo mirëkuptim është që patjetër që na duhet akoma punë për të bërë dhe ajo që kërkojmë të gjithë ne që operojmë në këtë sektor është që dhe gabimet e vogla na i bëjnë gabull, t'ia bëjmë njëri tjetrit dhe t'ia vëmë në dukje njëri tjetrit që të përmirësohemi për më tutje. Kështu që besoj se këtë të gjithë e kam shumë klientë të diasporës që vinë, gjinde diçka mangut dhe thot, hajde, s'ka gajle se do përmirësohet sepse gjithmonë mësojmë. Kështu që dëshira e mirë dhe vullneti apo dashuria për njëri tjetrin i jep ndihmë edhe pjesës së një shërbimi që nuk është atje ku duhet. Për të gjithë ata që duan të kalojnë pushimet e tyre në Bregdetin shqiptar, Mbretëresha e Detit Jon dhe Adriatik është vendi ideal. Do të keni mikpritje, rehati, pishina dhe plazhe të këndshme, pamje spektakolare dhe staf miqësor i gatshëm për ta bërë qëndrimin tuaj një përvojë për të mbajtur mend.